kemi hadithin e njohur të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili na tregon dhe na mëson se kush është ai i cili mund të llogaritet se është i falimentuar. Ande pejgamberi sa një ditë për ditëve po i pyet shokët e tij. Do të të drune me një muflis. A dini ju se kush është muflis, kush është i falimentuar? Sahabët e dhanë përgjigjen e natyrshme. Mbos aso që na shpesh herë që ka humbur pasuninë. Po mendoj e organizojmë dhe e orientojmë jetën tonë. Ja Rasulullah, ai i cili ka humbur pasuninë, ai i cili s'ka pasuni. Pejgamberi sa me kalon në dimension tjetër. Kalon në dimension tjetër. Nëse ju mendoni për pasuni, unë po flas për një pasuni reale. Por nëse ju mendoni për pasuninë e dunjas, unë flas për pasuninë e ahiretit. Nëse ju folni për një falimentim të përkohshëm, unë ju flas për një falimentim të përhershëm. Po, nëse ju folni për jetën e kësaj bote, unë po foli për jetën e gjithmonshme. Andaj të tjera. Ndronë konceptin. Përmison e konceptin se kush është i falimentuar. Thot el muflisu min ummeti. Muflis nga ummeti im është ai njeri i cili yati yawm al-qiyamah, ka më ardhur në ditën e gjykimit. Bisiyamin, o salatin, o sadaqatin, ka marrë me namaz, ka marrë me agjerim, ka marrë me sadaka, ama krahës këtyne e ka shoqëruar, thot pejgamberi sa, njënën e ka shah, njënën që ka marrë pasunin, njënën e ka rre, dikujt tjetër i ka shpif, dikujt tjetër ja ka derë gjakun. Po, krejt që tu nuk janë të shkputura nga çështja e besimit, nga çështja që ky e ka bën. Andaj çita njerëz me të cilët ky është ballafaqu, thot pejgamberi sa do t'i ka në rresht. Do t'i ka në rresht para vetes. Njëri do të vit ja merr sevapet e diçkafit, njëri do të vit ja merr sevapet një punë tjetër, njëri do të vit ja merr sevapet e një punë tjetër, e nëse i përfundojnë punët e mira, ata të cilët hala ju ka bën pa drejtësi dhe zullum, do të jap nga, do t'u merr nga gjunahat e tyne. Dhe nga gëzimi i madh me punët e mëdha që i ka pa kur ka dalë para Zotit, do të përfundon njeriu më i zhgënjym, njeriu më i humbur, njeriu me falimentimin më të madh. E do të mbetet pa asnjë prej këtyne punëve.